Përshëndetje dashurmiq, jemi sërish me tashmë grupin e dytë, duke bërë dy pjata karakteristike që djemt tanë duan na sjellin. Kemi djalin Kupsjanin e vetëm në shkollën tonë me Vlanin. Nga ku do na sjelli? Përshëndetje. Nga ku do na sjelli një past lazanja. Risia është gjithë e kemi parë të mbyllur lazanjën dhe kemi të hapur pra në tigan për efekt kohe dhe për ta bërë atë akoma dhe më interesante se pjatë. Kemi mishin e grirë, kemi djatin mozzarella, kemi dhe pjesën e pastës. Uroj shumë suksese dhe 15 minuta koke në dispozicion. Faleminderit. Jepi gas. Rohan, your plate. Rohan është një djalë që vjen nga shteti i Indis dhe praktikon, le të themi pak a shumë, kuzhinën bazike, pra duke qenë pjesë e një mësimi në orët fillestare të saj, dhe sot ka ndërmend të sjellë një pjatë, le të themi disi ndryshe me çfarë jemi mësuar. Shikojmë ka qepën e kuqe, ka hudhrat, ka pomodorinin, ndërkohë ka ndërmend të sjellë edhe disa ingredientë të tjerë. Another product here. The name please? Pasta, okay. Pasta, okay. Ndërkohë që djem po punojnë me produktet e tyre, unë po sistemoj dhe vendin. Shumë kujdes, bëjmë të mundur për kontinuum. Rohan, the gazareches, okay? Or penne, or rigatoni? Penne. Penne, okay. Marrim një pago me penne. Arti më ndihmo pak me një pago penne, lutem, tu sipër. Urdhë dhe pennet. Dopo për kam përtisë pjesa e mishit të grirë dhe në anën tjetër kemi djalin duke gatuar pjesën e pastës. Jemi në tremorëshën e dytë dashurmiq, nga ku kemi proceduar gatime nga më të ndryshme të pastave, të risotove dhe jemi në fazën përfundimtare të saj duke i lënë vend gatimet të peshkut apo dhe të mishit, që i përket tremorëshën të tretë. Ju gjithë dashurmiq që interesoheni për kurset intensive, ne procedojmë në ditën e shtunë, duke marrë parasysh programin e javës dhe duke ndihmuar disi ato persona që nuk kanë kohë mjaftueshëm në përgjithësi.
Careful. Okay. Si e me kon në Vlan? Shumë mirë. Ndërkohë kameramani filmon dhe pjesën e të gjithë situatave që janë duke përfunduar. E kemi zgjedhur pjatën? Po. Gatuaj tek. Shtojmë dhe pak fare pana, ikim dhe vatrën tjetër. E kontrollojmë për kripën. Shumë e saktë. Ndërkohë, ndihmojmë djalin se është drejt përfundimit të saj. Shtojmë dhe pak ujë, që se pasta nuk është zjerë mjaftueshëm, rregullojmë me kripë qoftë se ajo është e pamjaftueshme. Okej. I lutem një gryse. Get it late. And jemi drejt përfundimit të pastës. Shohim që pjesën tjetër e ka lënë në tigan. Okej.
Ndërkohë bëjmë të mundur prezantimin e pjatës, sepse jemi drejt përfundimit. Okej? Adil. Language. Yeah, speak English. Any pasta? Tomato. Garlic, onion. Thank you. Shohem dhe në planin që ka përfunduar pjatën e tij me një lasagna të hapur, duke prezantuar me shumë kujdes në pjatë. Faleminderit Mevlan, e vendosim, mund të shprehim pak djathtë pasi shihet të pjesën e sipërme që e ka kolegu, e presim pak shokun dhe bëjmë të mundur prezantimin e saj. E vendosim në tavolinë për kace. I'm finished. Okay. The plate, your. Fikë vao. Pastorët e vendin. Është një pjatë goxha me guxim shumë të madh për teje, është një lasagna e hapur. Testojmë produktin dhe shikojmë pjesën e kremozitetit që i ka dhënë dhe shihem me të gjitha. Është një pjatë vërtet për të vlerësuar dhe shumë e shishtë. Përgëzime. Faleminderit shumë. Ndërkohë, kalojmë tek shoku. Kemi një pastë pene, e si në mënyrën e tij, nga ku është përdorur qepa e kuqe, hudhra, përdorur pamën, salcën, në të rast kemi shtuar dhe pjatën gran. Për ta bërë atë, le të themi dhe akoma më të shqiptar, dhe kohën për katës i ka shtuar dhe pomodorit të sipër. Nga ku unë do t'i jap një provë. Është ofruar pak a shumë një recetë të vjetër të pastës pene, pena alla vodka, pak a shumë. Pasta është e zgjerë al dente, sikurse duhet. Është shumë pikante, pasi vetë këta e përdorin pikante. Pra janë persona që e shijojnë erzat, shijojnë në pjesën e kombinimeve të ndryshme. Është kremozë mjaftueshëm. Okej.